Një ditë, ndërsa lexoja Biblën, më lindi papritur një pyetje. Tek Luka 5, Pietri ndoqi udhëzimet e Jezusit dhe hodhi rjetën e tij, dhe kapi aq shumë peshë sa rjeta e tij filloi të grisej. Pra, çfarë bëri ai me të gjitha ata peshë? Ai shiti ato? Sa para do të kishte fituar nëse do t'i kishte shitur? Dhe çfarë bleu ai me ato para? Kisha shumë pyetje dhe mendime. Por pastaj papritmas më erdhi në mendje vargu i fundit i Biblës për Pietrin dhe incidenti me peshkun. Vargu i fundit i kësaj historie biblike, Luka 5:11, na tregon. Pastaj ata, si nxorën në breg barkat, lanë çdo gjë dhe e ndoqën. Si mund të jetë kjo? Nëse do të kishin shitur kaq shumë peshq, do të kishin fituar shumë para. Por pse? Pse nuk e bën këtë? Është mirë të ndjekësh Jezusin, por çfarë të keqe ka të shesësh peshku më parë dhe të fitosh para? A nuk mund ta kishin shitur peshkun, të kishin marrë parat dhe pastaj të kishin ndjekur Jezusin? Por ata lanë gjithçka dhe ndoqën Jezusin. Te Gjoni 5, shohim një bisedë midis një burri që kishte qenë i sëmur për 38 vjet dhe Jezusit në pellgun e Betestës. I sëmuri i tha Jezusit: Zot, unë s'kam njeri që, ku lëviz uji, të më fus në pellg, dhe, dërsa unë po shikoj, një tjetër zbret para meje. Midis izraelitëve, ekzistonte një legjendë se personi i parë që hynte në pellg do të shërohej nga çfarëdo sëmundje që kishte. Pra, edhe burri i sëmur po e priste atë mundësi. Qëllimi i jetës së tij ishte të ishte personi i parë që do të hynte në atë ujë. Por burri takoi Jezusin dhe u shërua prej tij. Ne duam ta zbulojmë veten përmes mitit të suksesit. Historia e suksesit për të bërë milioner. Historia e suksesit për të bërë numri 1. Historia e suksesit për të bërë një personazh i famshëm i dashur nga shumë njerëz. Por këto gjëra nuk janë më të rëndësishme kur Jezusi është pranë meje dhe unë jam me të. Sa më shumë besoj në Jezusin dhe jetoj një jetë duke ndjekur atë, aq më shumë e kuptoj se pasuria, fama dhe statusi im shoqëror nuk janë më të rëndësishme. Ajo që është më rëndësishme për mua është marrëdhënia ime me Zotin dhe fakti që Jezusi është me mua. Kjo është arsyeja pse Pietri la peshqit e tij të shumt dhe ndoqi rrugën e Jezusit për t'u bërë dishepull i tij. Si jeton në këtë botë tani? A je dishepull i Jezusit? Ku po e kërkon veten tënde të vërtet, jetën tënde të vërtet, në histori suksesi apo në Jezusin?